Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Dal nga dal po na afrohet edhe fundi i muajit të shenjtë të Ramazanit dhe po na afron festa e Bajramit. Si zakonisht në festën e Bajramit e kemi si traditë që të përgatisim baklava. Shumica nga ju bëni kërkesa të ndryshme të recitave të ndryshme të baklavas, por këtë radhë unë përsëri zgjodha që ta sjell baklavan tradicionale. Para se të filloni që ta përgatitni brumin e baklavas, ju lutem që të bëni kujdes të veçantë tek produktet. Gjitha produktet duhet të kenë në ambient dhome më së paku 4 orë. Asnjëherë nuk guxoni që t'i përdorni ato direkt prej frigoriferi. Tani pa humbur kohë, vazhdojmë që ta përgatisim brumin e baklavës. Tani marrim një enë të thellë dhe vazhdojmë me punën. Fillimisht do t'i shtojmë vezët. Në këtë recetë do të përdorim në total 10 vezë, por vetëm 4 nga ato do t'i përdorim të plota. Pra në fillim tek ena do të shtojmë 4 vezë të plota. Dhe tani vazhdojmë që t'i shtojmë edhe 6 kuqet e vezës. Pra 4 vezë të plota, 6 vetëm të kuqe. Tani me tel kuzhine do t'i përzijem një herë vetëm vezët që t'na bëhen bashkë dhe t'na lidhen. Ju lutem bëni kujdes në të gjitha detajet që t'ju del një baklava sa më e mirë. Pasi i kemi rrahur mirë vezët, tani vazhdojmë që t'i shtojmë gjitha produktet e tjera me radhë. Fillimisht do të shtojmë qumshtin. Unë po përdor një gotë 250 ml me qumësht. Në të njëjtën sasi, sa kemi shtuar qumësht, do të shtojmë edhe kos. Në këtë recetë të baklavas, do të shtojmë edhe qumësht edhe kos. Kosin e shtojmë që të ndihmoj që të bëhen petat e baklavas më të brithta dhe të hapen më shpejt. Njëjtë edhe kos po shtoj një gotë 250 ml. Tani vazhdojmë që ta shtojmë edhe vajin, edhe gota e vajit është e njëjtës madhësi, një gotë 250 ml. Përsëri përzijem mirë tani edhe një herë që gjitha produktet na lidhen dhe t'na bëhen bashkë para se të vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Dhe tani do të daj me ju disa sekrete që baklavaja të bëhet sa më e mirë. Vazhdojmë tani tek produktet që shtojmë miell, por nuk do ta shtojmë tër mielin. Vetëm një pjesë nga mielli, dikun gjysmën. Do të bëni shumë kujdes në sasinë e miellit që do ta përdorni. Do t'ju duhet diku prafërsisht 800 deri në 900 gram miell, por e shtoni pak nga pak. Shtojmë pak nga mielli që do ta përdorim dhe menjëherë vazhdojmë që të shtojmë me majë luke kryp. Shtojmë krypën, do të shtojmë edhe një pako pluhur për pjekje. Tani në radhë vjen lëng limoni. Lëngun e limonit do ta matim në lugë gjelle. Në total do të shtojmë një lugë gjelle, vetëm bëni kujdes mos ju bien farat në brum. Do ta kulloj në kullus. Pasi e shtojmë lëngun e limonit, do të shtojmë edhe një lugë gjelle uthull. Mund të përdorni çfarë do lloj të uthullës me përqindje që ju gjendet në shtëpi, sepse e di që shumica nga ju nuk keni uthull 9%. Tani vazhdojmë me dorë të përzijem dhe të formojmë një brum të mirë, të butë dhe të lëmuar. Gjithmonë duhet të bëni kujdes me sasinë e miellit. Uthullën dhe limonin e shtuam që petat e baklavas na bëhen sa më të brithta. Ato do t'i dalloni pasi që të pjekjen. Mos u bëni merak, nuk do ta ndjeni fare aromën. Pra uthulla dhe limoni ndihmojnë që petat na mbesin sa më të holla dhe të na hapen më lehtë. Vazhdojmë shtojmë miell pak nga pak, duke përzier, duke ngjeshur derisa të formojmë një brum të mirë. Dhe brumi i baklavas është gati. Mua në total më dëshën 1 kilogram miell për ta formuar brumin e kësaj baklavaje dhe mund ta vrini se sa brum i butë dhe elastik që ka dalë. Tani lejojmë që brumi të pushojë dikon prafërsisht 30 minuta. Tani që brumi i baklavas ka pushuar dikon prafërsisht 30 minuta,
Vazhdojmë dhe të ndojmë në kuleç më të vegjël. Mund të avrini se sa brum i mirë dhe i butë që nga ka dalë. Vazhdojmë tani nga ky brum, dojmë kuleç më të vegjël. Pasi kemi një sasi pak më të madhe të brumit, kuleçt do t'i ndojmë në pjesë pak më të vogla. Në total, nga ky brum do të largojmë dikon 80 kuleç, por do t'i bëjmë të vogla sa një kokër are në këtë madhësi. Sa më të vegjël që i bëni kuleçt, aq më të holla ju dalin pastaj petet e baklavës. Për ta shkurtuar punën, çdo kuleç cilën do ta prim, do ta rrumbullakosim me një herë në këtë mënyrë dhe do ta largojmë anësh. Dhe kuleçt i kemi gati. Total, nga ky brum, unë largova 90 kuleç më të vegjël dhe i kam renditur kështu nga 10 kuleç në 9 rinda. Vazhdojmë tani që t'i hapim një herë në pjesë më të vogla. Tani do të na duhet një shiste. Në total, një shiste do të na duhen dikon 600 gram e vendosim në njën më të madhe dhe vazhdojmë tani kuleçt që t'i hapim. Marrim tani secilin kuleç dhe e rrotullojmë në një shiste. Largojmë një shisten pak anësh dhe vazhdojmë një herë që t'i hapim. Fillimisht i hapim të vogla, i bëjmë në madhësi të një pjateje për ëmbëlsira. Në të njëjtën mënyrë, vazhdojmë i hapim gjitha. Vazhdoni t'i renditni njëra mbi tjetrën, por në secilin rend do të shtoni një shiste që petat e baklavas mos të ngjiten pastaj pasi që të pjeken dhe të na dahen flet. Pra sipër secilës shtoni një shiste. Vazhdojmë renditim kështu tani 10 kuleç sipër njëra tjetrës. Vazhdojmë kështu, i rendisim nga 10 kuleç njëra mbi tjetrën dhe i largojmë anësh, i vendosim në një tepsi. Në të njëjtën mënyrë vazhdojmë i hapim gjitha kuleçt. Tani këtu i kemi që të gjitha 90 kuleçt e hapura një nga një, të renditura nga 10 copë njëra mbi tjetrën. Para se të vazhdojmë me hapjen e baklavas, duhet që të lejojmë që brumi të pushoj përsëri që të mund të hapi më lehtë dhe më mirë. Do të lejojmë që të pushojnë dikon për afërsisht 20 minuta, por duke mos haruar asnjëherë se cilin e keni pas kulaçin e parë, cilin e keni përgatit, sepse ai ka pushuar më gjatë, do të filloni me hapjen nga pjesa e parë. Tani që kanë pushuar kuleçt mjaftueshëm, vazhdojmë me hapjen e petave të baklavës. Këtë baklavë do ta hapim nga 10 kuleç për më një herë. I marrim kuleçt që i kemi përgatit, cilat edhe kanë pushuar mjaftueshëm, tani janë gati për të vazhduar dhe për hapjen. Do të sigurohemi që skajet e baklavas të bëjmë kështu që të ngjiten dhe shtojmë tani përsëri një shiste. Mos e kursini një shisten, shtoni një shiste mjaftueshëm edhe poshtë tavolinës punës që mos të ngjiten petat e baklavas. Kjo baklava hapet shumë lehtë, është ideale edhe për fillestarët dhe për ata që nuk kanë hapur asnjëherë baklava. Thjesht vazhdoni një herë që të hapni në këtë mënyrë derisa të rritet pak peta e baklavës. I lakoni nga ana tjetër dhe shtypni më shumë qoshet. Tani, pasi e hapim në këtë madhësi, vazhdojmë që ta hollojmë baklavan. E mbështjellim për shkopi mirë dhe tani vazhdojmë me këtë pjesën e duarve që të hollojmë. Nga brenda, jashtë. Është shumë lehtë, mos keni frikë që të provoni të përgatitni baklava, sepse jam e sigurt se edhe fillestarët do t'ja dalin. Dhe vazhdojmë tani kështu, siç ju demonstrova. Duart i kam me një shiste, është më mirë të keni me një shiste, në këtë mënyrë nuk do t'ju ngjitet baklava për duar. E hapim dhe vazhdojmë mbështjellim gjithmonë nga ana tjetër pasi e bëjmë hapjen. Pra tani vazhdojmë nga kjo anë. Mbështjellim përsëri dhe e hapim edhe një herë. Vazhdojmë prapë. Gjithmonë kthehuni nga ana tjetër
për mbështjellje. Dhe do ta hapni në një madhësi si kjo, derisa të bëhet e hollë dhe të mund ta vreni edhe dorën e juaj nga poshtë. Tani vazhdojmë që ta vendosim në tepsi, por pasi peta është e madhe, do të vazhdojmë që ta prejmë në madhësitë e tepsisë, por edhe pjesët që do mbeten do t'i shtojmë brenda në tepsi. Marrim tani një thikë më të sprehtë dhe vazhdojmë me prejmë, por dilni pak jashtë tepsisë, dikon gjysmë centimetri. Dhe vazhdojmë tani i rendisim në tepsi. Pjesët e mbetura vazhdojmë i rendisim tani në tepsi. Vazhdojmë tani në njëjtën mënyrë i hapim gjitha petat e baklavas. Dhe tani që kemi arritur në mes, është momenti kur duhet që t'i shtojmë arat. Por këtë radhë, unë poshtë i kam renditur 50 kuleç, pra 5 peta i kam shtruar poshtë. Më mirë është të shtojmë pak më tepër poshtë se sa sipër, sepse nga arat, kjo pjesa poshtë pak rëndon dhe gjithmonë duket pak më shtypur. Për atë arsye kam lënë pak më shumë peta këtu poshtë. Dhe tani vazhdojmë këtu në mes t'i shtojmë arat. Ara mund shtoni sipas shijeve të juaja. Dikujt i pëlqen që shton edhe 2 renda me ara, por unë kam qef që ta bëj vetëm një rend me ara, por ta mbush mirë. Në total po shtoj 600 gram ara. Dhe tani po e vendos sipër petën e fundit. Dhe tani baklavan e kemi gati. Kam mbetur vetëm që ta prejmë dhe t'i shtojmë sipër edhe gjalpin. Unë do t'a prej në formën tradicionale, por ju mund t'a prejni gjithmonë sipas dëshirës së juaj. Tani do t'na duhet një thikë e sprehtë, e bëjmë mesin e baklavës dhe vazhdojmë me prejmë një herë deri në fund nga një ranë. Rrotullojmë tepsin nga ana tjetër dhe e vazhdojmë deri në fund edhe nga ana tjetër. Siguroni që do t'a prejni mirë deri në fund. Tani vazhdojmë në 4. Edhe nga ana tjetër. Tani vazhdojmë e bëjmë këtë prerje kështu. Dhe rendi i parë është gjithmonë më i vështiri për t'ia dhënë formën. Do të bazoheni sa keni dëshirë që ta bëni të madh një dilim të baklavës. Dhe vazhdoni prejni në këtë mënyrë për lart. Tani me vijën e njëjtë vazhdojmë nga ana tjetër. Dhe tani na vjen shumë lehtë, sepse më veç se e kemi vijën dhe bazën ku duhet të fillojmë. Dhe tani vazhdojmë t'i prejmë dilimat e baklavës. Vazhdojmë edhe nga ana tjetër. Që thash gjithmonë është më problematike pjesa e parë. Tani vazhdojmë dhe kemi shumë më të lehtë, sepse më vetë se i kemi bazat dhe vijat. Por mos harroni ta ndani në dysh edhe një herë korën e baklavës. Dhe vazhdojmë tani me këto vija kështu. Mua në baklava nuk më pëlqen të shtoj asgjë tjetër përveç se gjalp. Gjalpin e kam shkrirë në temperaturë të ullët, pastaj e kam kulluar të rrallti nga gjalpi, derisa kam mbetur gjalpin në ngjyrë të artë. Në total, për këtë tepsi të baklavas, do të shtoj dikon parafërsisht 500 gram gjalp. Vazhdojmë tani me gjalpin e shkrirë, ta mbulojmë tër baklavën. Filloni nga qoshët. Gjithmonë, pasi ta shtoni gjalpin tek baklavaja, mos u ngutni dhe ta futni me njëherë në pjekje.
është mirë që të lejoni që të pushoj baklavaja në gjalp dikon 10 minuta, që ta thith tërë gjalpin brenda dhe pastaj vazhdojmë të e pjekim. Dhe tani një nga momentet më kritike për baklavan është pjekja. Duhet bëni kujdes shumë për pjekjen dhe gjithmonë duhet të bazoheni nga fura që ju e keni në shtëpi, sepse disa fura din të pjekin shumë shpejt, disa din të pjekin më ngadalë. Furën e kam parangruhur në 180 gradë dhe në temperaturë prej 180 gradëve do ta pjek baklavan fiks për 2 orë. Pas 2 ore do ta ndaloj në 100 gradë dhe do të vazhdoj që ta pjek edhe 1 orë e gjys tjetër, pra në total dikon 3 orë e gjys, por mundet që të shkon edhe deri në 4 orë, deri sa të pjeket komplet baklava, pasi është e trash, kemi shtuar shumë pejt. Pra bëni kujdes në pjekje. Vazhdojmë tani vendosim në furrë. Vazhdojmë tani që ta përgatisim shërbetin e baklavës. Pasi kemi një sasi pak më të madhe, pra kemi më shumë baklava, do të na duhet pak më tepër sherbet. Për këtë tepsi, do të kemi nevojë për 1.5 kg me sheqer. Si për sheqerit, vazhdojmë dhe shtojmë 1.5 litra me ujë. Gjithmonë, para se ta vendosim në zierje shërbetin, e përzijem një herë pak që sheqeri të tretet tek uji për të na marrë një ngjyrë më të bukur dhe më të kristalt shërbeti. Pasi e përzijem mirë, vazhdojmë në zierje. Në zjarr mesatar do të presim derisa shërbeti të merr val. Nga momenti që shërbeti fillon të vlan, do ta zijem fiks për 10 minuta. Dhe pas 4 ore në furrë, baklava është pjekur, është gati, e kam larguar nga fura dhe lejojmë që të ftofet diku për afërsisht 20 minuta para se ta shtojmë shërbetin. Shërbeti është gati, edhe shërbeti është duke u ftofur. Në këtë recetë që të dyja duhet janë të vakta, edhe shërbeti, edhe baklava. Kjo është densia e shërbetit, pra është një shërbet i trash, fiks shërbet baklavaje. Fletat e limonit i kam shtuar pasi është zier shërbeti, asnjëherë nuk i shtoj gjatë zierjes, sepse e hollojnë shumë shërbetin. Dhe tani, gjithçka që duhet bëjmë është që të presim që baklava të pushojë në shërbet. Sa më gjatë pushon, aq më e mirë bëhet. Unë normalisht e lë që të pushojë mos paku 12 orë në shërbet dhe shërbej ditën e nesërme. Nëse e përgatitni më herët baklavan dhe shërbetin doni që t'ja shtoni një ditë para bajramit, atëherë duhet që baklava të jetë e ftoftë, ndërsa shërbeti pak më i nxehtë. Dhe të dashur miq, tani që baklava ka pushuar e ka tërhekur shërbetin, është e gatshme edhe për ta shijuar. Vazhdojmë tani ndajmë disa pjesë të baklavas dhe t'ju demonstroj edhe juve nga afër se cili është rezultati i kësaj baklave të mrekullueshme. Dhe të dashur miq, baklava është gati. Mund ta shihni se sa bukur që janë pjekur gjitha rendat. Dhe na ka dalë një baklava e mrekullueshme. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ta shijoni për një festë të bukur të bajramit. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.